Nëse gjen një njeri që të ndihmon të flasësh, të ndihmon që të njohësh cilat janë frikrat e tua, nevojat e tua, mendoj se është një dhuratë shumë e bukur që i bën vetes. Si çdo vit, në këtë periudhë vi këtu te liçeni i Zambakëve. Është një vend i mrekullueshëm, një vend i qetë, një vend që më karikon me energji, një vend që më ndihmon të njoh më mirë cilat janë frikrat e mia, nevojat e mia, të caktoj objektivat e mia dhe të përmirësoj sa më shumë protokollet e mia, trajnimet e mia, sepse mendoj që një njeri që arrin të njohë se cilat janë frikrat e veta dhe nevojat e veta, gradualisht fillon lehtësohet, fillon përmirëson, shkëputet sadopak nga varësitë nga ato që i dëmtojnë, edhe përqendrohet akoma më shumë tek talentet që ka, tek pasionet që ka, derisa të arrijë caktoj dhe objektiva të mira në jetë. Kjo është një punë që unë bëj me veten time, bëj dhe me ata që bëjnë trajnimet e mia, sepse mendoj që kjo është rruga më e mirë për të përmirësuar jetën. Nëse gjen një njeri që të ndihmon të flasësh, të ndihmon që të njohësh cilat janë frikrat e tua, nevojat e tua, mendoj se është një dhuratë shumë e bukur që i bën vetes. Në fund kësaj videos do vë edhe një broshurë ku shpjegoj pak më mirë ato që bëj. Ju uroj gjithë mirat dhe kujdesuni për veten.